Para një periudhe kohore u bë hapja solemne e fermës Nora Ranch në Kërçov, e pronarit Enver Alimi, i cili është një kërçovar që në një kohë të gjatë ka vepruar në Zvicër. Dashuria dhe përkushtimi për Kërçovën e shtyri që të investojë në vendlindjen e tij. Ekipi i televizionit Gurra gjatë vizitës që i bëri Nora Ranch në Kërçov pati mundësinë të njihet përsafermi me këtë investim kapital të kërçovarit nga Greshnica Enver Alimi, i cili në një farë mënyre e solli Zvicrën në Kërçov. Këtë fermë zyrtarisht para një periudhe në mënyrë solemne e hapi kryetari i komunës Fatmir Dehari. Mënyra se si vepron ky kompleks mjaft i madh është i ngjajshëm me biznesin që ka Enveri në Zvicër. Kjo fermë ka kushte të shkëlqyera për zhvillimin e blegtorisë, rekreacionit dhe gastronomisë. Është ky objekt që gërsheton lloj-llojshmëritë të veprimtarive me pikësynim të posaçëm për qytetarin e Kërçovës, por edhe për vizitorët që do të vinë nga jashtë. Në këtë kompleks, vizitorët kanë mundësi që të shijojnë ushqime tradicionale kërçovare, por edhe ushqime të tjera me karakter bio. Pastaj, po në kuadër të këtij kompleksi vepron edhe hoteli në të cilën vizitorët kanë mundësi për të pushuar dhe për të relaksuar. Përveç fermës moderne e cila funksionon në kuadër të kompleksit Nora Ranch, bën edhe mbledhjen e qumshtit nga blegtorët e rrethit, po ashtu ekziston edhe shteku ku gjenden kuaj të trajnuar për njerëzit e pasionuar që merren me këtë sport, paksa i veçantë për kushtet tona. Planet e pronarit Enver Alimi për periudhën e ardhshme janë shumë ambicioze sepse në kuadër të kompleksit është paraparë që të ndërtohen terene tenisi, por edhe pishina që do të mund të shfrytëzohet nga qytetarët e Kërçovës. Investimi model jep shpresën se edhe investues të tjerë do të ndjekin këtë rrugë drejt hapjes së bizneseve të reja në vendlindje, ndërkohë që pushteti lokal i mbetet që të jetë pranë tyre për t'u ndihmuar në rregullimin e dokumentacionit të nevojshëm, ashtu siç ndodh me rastin e fermës Nora Ranch, ku administrata komunale në kohë shumë të shkurtër arriti të përgatisë dokumentacionin për marrjen e lejes për ndërtim, gjë e cila dëshmon për efikasitet dhe lehtësim për investitorët si Enveri, që kanë vizion për hapjen e bizneseve në qytetin e Kërçovës. Ekipi i televizionit u largua i mahnitur nga ky projekt i bashkëvendasit ton, duke i dëshiruar suksese të reja pronarit në veprimtarinë e filluar.